Nga Gjakova vjen historia e një djalit të cilit sporti ju bë rrugë e përhershme që herët. Tiran Mamusha është emër që lidhet me përkushtimin, disiplinën dhe ndryshimin. Rrugtimi i tij nuk ka qenë i zakonshëm. Nisi me boksin dhe sot po e gjen në atletik, gjithmonë në kërkim të vetës dhe sfidës së radhës. Sportisti na foli për fillimet e tij, për ringun e boksit ku u formua, si dhe për arsyet që shtyn talent të këtë sport dhe të merrte një drejtim tjetër në jetë. Si çdo fëmijë, unë kam filluar me sport moshën shumë të re, diku në moshën në 7 vjeçar kam filluar mas pari me futboll. Deri diku në moshën 12 vjeçare kam qenë në grup moshat e shkollës futbollit Faton Domi, pastaj kam vazhduar në vllaznim, domethënë për grup moshat, mas vllaznimit kam vazhduar në klubin e futbollit Gjakova, ku atje kam luajtur edhe për junior. Edhe mandej kam vendosur mas një kohë se kam pasur se futbolli nuk është një sport që në jetën time mund të pas një perspektivë më të madhe. Edhe mas ne kam vazhduar në pjesën e boksit, ku edhe sot as e ditë ato momentet e para, ditën e parë boksit e më shumë adin e kam si në memorien time. Edhe për momentin e boksit ditët e parë në sallë, ku trajnerët parë kam pas edhe Muharrem Rudin, atje ka filluar se gjithçka, do të fillu për disiplinës, për dërtimit temin, edhe si sportist edhe si njeri me disciplinë dhe i motivum gjithmonë. Po, boksi është sport që kërkon shumë disciplinë. Edhe përgatitet mëdha fizike, edhe kur kam filluar meçet e para, domethënë gjithmonë afër kam pas trajnerin, Muharremin, edhe gjithmonë domethënë më ka shty që me kalu limitin tam. Meçi i parë, që mund më thonë, u konë parameçi, u konë domethënë mas 3 muajve kam dalë parameç për të parë, edhe atje u konë një farë ndjenje se ndjenja ku hyn në ring nuk është ndjenjë që mundesh me përshkruaj dikujt, është ndjenjë që vetëm mundesh me përjetu. Edhe meçi mastaj që mund më thonë më i mirë për mua ka qenë meçi i parë në Gjakov si bokser, domethënë si bokser elit, atje ku kam arrit medalje edhe bokseja më e mirë e turnierit. Edhe masë çdo meç, domethënë çdo meç ka një histori në vetë që gjithmonë e kujtoj, domethënë ushtrimet e boksit edhe meçet e boksit, kujtimet me grupin, me ekipin, i kam domethënë gjithmonë në memorie edhe më rrin kështu. Unë kam meçe shumë, diku i kam 50 meçe në boksin në fakt unë kam boksuar vetëm në boksin amator deri në moshën 21 vjeçe. Meçet ka pas meçe shumë, po më thonë më të rëndësishme u konë meçi kur kam boksuar në Gjakov, se ka pas shumë publik gjithmonë, edhe publiku gjithmonë kanë jap motivim edhe kanë prit shumë më shumë për meje, po mandej ku jam dalë në atletik në vrapim, edhe shumë njerëz domethënë edhe alo sot as e ditë më thonë pse se ki vazhdu boksin, se kisha mujt në boksin shumë më i mirë. Jo, unë boksin më shtu diku 7 vjet, 7 ose 8 vjet. Arsyeja pse e kam lënë boksin nuk ka qenë arsye specifike, po ndërkohë edhe kur boksojsha, edhe kur ja fillu me vrapu, domethënë vrapimi është pjesë e fantashme e një boksieri. Edhe fillova me marr pjesë në përgara, dikur boksi nuk ka pas shumë perspektivë në pjesën financiare dhe pjesën e, për shembull, në atë kohë nuk kam prit diçka që më arrit më shumë në sport. Edhe mandej u duhet me vendos, edhe kam filluar me vrapu me maratona. Sot ai ka ndëruar dorezat e boksit me pistën e atletikës. Me hapa të shpejtë dhe synime të mëdha, po e përfaqëson dënjësisht vetën dhe vendin e tij edhe në arenën ndërkombëtare. Po, me atletik, domethënë duke vrapu për kondicion në boks, edhe ka filluar një farë duke vrejt një farë qëndrueshmërie se kam trupi jam. Edhe mandej kam vazhdu garën e parë u majt në Gjakov, vrapo me sekvent ka qenë gara, edhe maj ku kam vrapu për e të parë, bashkë kena qenë me një bokser të klubit, Nikoll Racin, se më përmend, edhe kena vrapu bashkë këtë garën, edhe që teja kanë fillu një farë dashnia për boksin, për vëllai për atletiken, mandej ka qenë klubi atletik vllaznimi u rihab edhe më kanë ftu që me marr pjesë, po ndërkohë mos me lon as boksin. Paralelisht me vazhdu në dy sportet. Po mandej kam marr pjesë për të parë në crossin e bardhë, me atletik ku kam arrit medalje treti, mandej kam vazhdu gara mas garave, edhe gara jeme më e madhe ka qenë në 2016 që më të gabofsha, në maratonën e Romës.
Edhe atje ka ndryshu këtë qashja jeme për boksin edhe kam vendosur mëse vetëm më fokusu vetëm me vrapimet e gjata. Janë ato para se më liberalizu vizat ka qenë problem. Për arsye duke me apliku për vizë, mas vizës edhe këtë kunin akun në stres. Ka pas raste ku kena pas më shumë ngjarje ndërkombëtare edhe premten kishim munis mas dite, para dite e merrshim nëse hapim vizën. Në fillim ka qenë vështirë, po gjithmonë është ndjenjë e bukur ku përfaqësohesh me shtetin e Kosovës, flamurin e Kosovës. Kena pas aty momente ku flamuri s'nuk ka vendosur hiç, po gjithmonë i kena kalu çdo paragjykimet për neve. Mandej një garë tjetër shokonin më rëndësi për mu për folin në atletik, ka qenë vrapimi në kampionatin ballkanik për të parë për mu me një garë ndërkombëtare atletike duke përfaqësuar shtetin e Kosovës në Bosnjë Hercegovinë. Ku kena arritë si ekip, domethënë kena garu dy persona, domethënë dy në kategorinë e marsheve, edhe na dalë si ekip vendi i tretë. Një sportist i mirë, nëse je sportist i mirë, je edhe njeri i mirë. Unë çdo gjë ta them. Çka duhet me pas domethënë një jetë rutinore. Me ditë mas parë, me ditë qëllimi shka pedon prej jetës tonë, për karrierës tonë. Mandej senet, nisin senet më lehtësu, edhe gjithmonë domethënë nëse njek rrugën tonë, edhe nëse njek çatë goals, edhe kime pas, këtë senet ka më shku domethënë nashta 90% më lehtë. Edhe din rrugën, edhe pa marrë parasysh se gjatë një karrierës, si në sport, si në jetë, kime pas ato ndalesat, po gjithmonë është domethënë momenti ku mos me qit kur gjoj hiç përpara qëllimit tonë. Edhe çka është domethënë, shumë më thon moto e jeme që më ka marrë domethënë në sport diku 16 vjet në mënyrë profesionale. Synimet e Tiranit janë të qarta, ndërsa Puna dhe Vullneti e pozicionojnë atë si një emër që nuk do harrohet lehtë.